Me qëllim të ngritjes së sigurisë në komunikacionin rrugor, Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor në Gjakov po vazhdon me aktivitete dhe plane operative shtesë. Sipas autoriteteve policore, analizat të vazhdueshme të aksidenteve dhe kundërvajtjeve po shërbejnë si bazë për hartimin e masave konkrete në terren. Me qëllim ngritjes së sigurisë rrugore, Njësia e Trafikut Rajonal në Gjakov, gjatë gjithë kohës jemi përmes aktiviteteve të ndryshme jemi të marrë gjitha masat në ngritjen e sigurisë rrugore. Kemi parasysh se gjatë gjithë kohës bëhet një analizë e sigurisë rrugore në lidhje me aksidente që ndodhin, pra mirën statistikat e aksidenteve të ndryshme, kundërvajtjeve të ndryshme, dhe në kuadër të kësaj analize që bëhet çdo ditë, çdo javë apo çdo muaj, identifikohen edhe faktorët që ndodhin aksidentet, identifikohen vendi, koha ku ndodhin, cilat janë ato kundërvajtje, dhe në bazë të këtyre analizave, pra faktorëve të ndryshëm, atëherë edhe përpilohen edhe plane operative shtesë. Nga Policia Rajonale e Trafikut bëhet e ditur se një ndër shqetësimet kryesore vazhdon të mbetet përdorimi i alkoolit nga drejtuesit e mjeteve. Përmes task forces dhe planeve operative shtesë, policia po synon parandalimin e aksidenteve që shpesh përfundojnë me pasoja fatale. Ne i kemi përpilu disa plane operative shtesë, të cilat janë duke u implementuar paralel përmes task forcave të ndryshme. Është identifikuar që faktori alkool, domethënë përdorimi i alkoolit, është një kundërvajtje shumë e rëndë, për shkak se nëse një drejtues i mjetit e përdor alkoolin, atëherë në gjendje të derë shkakton edhe kundërvajtje tjera si tejkalimet në vendet ndaluara, tejkalimi i shpejtësisë dhe si pasojë atëherë shkaktohen edhe aksidente dhe përfundojnë me pasoja fatale. Sipas sahaçisë, planet për kontrollin e alkoolit janë duke u zbatuar çdo ditë, ndërsa vetëm gjatë 2 javëve të fundit janë shqiptuar rreth 100 gjoba ndaj drejtuesve të mjeteve që kanë vozitur në ndikimin e alkoolit. Përveç gjobave, policia ka konfiskuar edhe patent shofer në intervale të ndryshme kohore, varësisht nga niveli i alkoolit të evidentuar tek ngasësit. Ne si Policia e Trafikut Rajonal, si Njësia e Trafikut Rajonal, përveç punëve ditore që i kemi në kundërvajtje të ndryshme, i marrim edhe masat shtesë, për shembull si plani alkooli. Çdo ditë, domethënë, janë planet, implementohen planet e alkoolit, duke marrë parasysh është një kundërvajtje e rëndë, dhe kishte qenë më mirë për të gjithë ne që të ketë sa më pak kundërvajtës që përdorin alkoolin dhe të kemi sa më pak aksidente. Mirë po fatkeqësisht, kohën e fundit, në 2 javë e fundit, kem pas një gjendje jo të mirë të drejtuesve të mjeteve të cilët e përdorin alkoolin, ku janë shqiptuar rreth 100 gjoba ndaj këtyre drejtuesve dhe janë si masë mbrojtëse dhe janë konfiskuar patent shofer, domethënë në intervale të ndryshme, varësisht përdorimit sa kanë përdorur alkoolin. Policia apelon tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të rrisin kujdesin dhe të kontribuojnë në parandalimin e aksidenteve rrugore. Sipas tyre, synimi mbetet ulja e numrit të kundërvajtjeve dhe evitimi rasteve me pasoja në trafik.